Shoferët e taksive në Sarand protestuan sërish përpara bashkisë duke kërkuar ndërprerjen e dhënies së licencave të reja, forcimin e kontrolleve ndaj taksive të palicencuara, të cilat po dëmtojnë konkurrencën e ndershme. Të ndërpriten licencat e reja dhe të jepen licenca vetëm kur të dalin në pension, sepse kjo nuk ka më sens për ne që jemi të rinj. Jemi falimtuar, i bie tani që t'ikim neve, më mirë ta thot ikni juve gjikthej, s'u do vinë sa të rinj. Po kështu kërkojnë vendosjen e stacioneve të dedikuara për taksit në zona kyçe të qytetit për të shmangur kaosin dhe vështirësitë që hasin në parkim. Shoferët paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, ata do të vijojnë protestat dhe do të përshkallëzojnë reagimin e tyre deri përpara kryeministrisë. Nuk duam që t'jepen me asnjë lloj licence. Kanë vazhduar dhe janë 40 taksi në program për të dhënë dhe bashkia nuk do t'jap absolutisht licenca taksie. Pika e dytë është që nuk duam asnjë taksi të rretheve, gjë nga Konispoli. Me fuqi banore në Atakonit ishim 75 taksi. Kanë vajtur 159 sot. Edhe 40 i kanë program që u kanë dhënë fjalën këta për t'i dhënë, vetë 200 ca. Ne nuk jemi dakord. Do përgazohet kjo shkallë greve deri në kryeministri. Përfaqësues të bashkisë ende nuk kanë dhënë deklarat lidhur me kërkesat e shoferëve të taksive, të cilët protestojnë për herë të dytë brenda një muaji.